Të nderuar qytetarë të Republikës së Kosovës, të nderuar bashkëluftëtarë të Ramush Haradinaj, jemi mbledhur sot për t'i dhënë mbështetje ish kryeministrit të vendit dhe luftëtarit të lirisë Ramush Haradinaj. I cili është ndaluar në front për motive politike dhe në bazë të një fletaresti të sajuar të Serbisë kundër tij. Ramush Haradinaj është Kosova dhe ata që kanë dhënë urdhër për ndalimin e tij, kanë dhënë urdhër për ndalimin e Kosovës. Dhe ne, nga ky shesh, u bëjmë dije të gjithë atyre se as Ramushi e as Kosova asnjëherë nuk do të ndalen. Më lejoni që për fillim të ftoj për një fjalë rasti zërin civil të Prishtinës, publicistin dhe gazetarin Dardan Isjanin. Ramush i dashur, komandantim, edhe sot kur zemrat tona rrajnë në ritmin e shpejtuar si atëherë, kur të gjithë ne ushtarët e tu ja kishim vlerë në dorë jetën lirisë së Kosovës, edhe sot ndjejmë dhe jemi me ty, duke pritur kthimin tënd në atë vend. Shpesh e ke përsëritur atë moton tënde të jetës, se për Kosovën ja vlen të vuajsh, pa drejtësi të ndryshme nga armiqët tanë. Por edhe se të gjithë kjo vjen nga armiku që mundëm në luftë, unë pyes, deri kur? Qëndresa jote heroike dhe kurorore në luftë përballë gjykatës së Hagës dhe kësaj në Francë, neve luftëtarëve tu të frontave të dikushme na jep fuqi dhe shpresë se ja vlen ta mbrojmë të drejtën dhe humanizmin njerëzor në çdo kohë dhe në çdo rrethon. Ti je i pafajshëm, këtë e dinë edhe ata që fabrikojnë të pavërteta për një luftë shërëmtare, dhe ty komandantin e zonës së Dukagjinit, sepse ti u aprishe planet e ndarjes së Kosovës rusëve qysh në 1999. Andaj vazhdo të qëndrosh i palikundur, sepse pafajësinë tënde e ka vulosur gjykata më e lartë në botë. Apelojmë në gjykatën e shtetit tonë mik Francës, që ta dëshmoj se respekton të drejtën universale, si votër nga burën vetë sloganin njohur, liri, barazi dhe vllazëri, dhe ta liroj
Ramush Haradinën për të kthyer në atë vej. Ju falenderoj. Të nderuar qytetarë, zëri ynë sot është edhe më i fortë, sepse ati janë bashkuar edhe bashkëluftëtarët e Ramush Haradinaj. E ftoj kryetarin e OVL-s të UÇK-s, zotrin Gucati, dhe pas tij zotrin Abdul Mushkoljaj. Të nderuar qytetar të nderuar, vëllezër dhe motra shqiptare, sot për të sotën herë më radh po të buhemi që të ngrisim zërin kundër padrejtësie që po i bëhen ish komandantit të zonës operative të Zogagjinit, general Ramush Haradini. Kryetari të Aleancës për Admërinë e Kosovës dhe ish kryeministri të Republikës së Kosovës. Jemi të buar sot këtu që të tregojmë regjimit fashist as pak të përmirësuar të Beogradit që të heqë dorë nga ëndra e tyre e t'i kthehet e realitetit, sepse e kanë të kotë dhe absurd mendimin që ta kthejnë jurisdiksionin e tyre në Kosovë. E aq me pak të më frikësoj me akuza të fabrikuara siç është rasti i fundit general Ramush Haradini, po edhe të tjerëve. Ne sot nga këtu u bëjmë thirrje të gjitha shteteve perëndimore që edhe ato të heqin dorë nga ndalimi dhe këtë akuza mashtruese të Serbisë ndaj ish pjesëtarëve dhe komandantëve të UÇK-s, sepse ne e dimë dhe jemi të sigurt se kemi bërë luftë të drejtë dhe shërimtare, kemi bërë luftë të pasur për njeri, mande më të pasur të luftave të shërimtare në fundshekullin të kaluar. Ne të kundërtën nuk do të kishim prekrajen e shumë shteteve perëndimore dhe Aleancës Veriatlantike NATO-s. General Ramush Haradinaj, njëherë ndër figurat kryesore të opozitës kosovare dhe ish kryeministri i Republikës së Kosovës, dy herë doli pafajshëm dhe fitimtar nga gjykata ndërkombëtare në Hag. Dhe këtë e din mirë Parizi dhe gjithë bota e qytetëruar demokratike, prandaj ne shpresojmë se fronca mike nuk do t'i zbatoj urrat e slovenizmit serboslav, që do t'a dënoj ose ekstradoj general Haradinaj në Beograd, e cila me ushtrim dhe policinë e saj bëri krime gjenocid mbi popullatën e pafajshme shqiptare. Serbia në vend që të kërkoj falje për krimet e kryera në Kosovë, aja po vazhdon avazën e saj të vjetër duke shpresuar këtë se Kosova është pjesë e saj, por këtë duhet të kuptoj një herë e mirë Serbia dhe leadershipi i saj, se Kosova tani më është shtet i pavarur dhe sovran, dhe ne asnjë mënyrë nuk do të lejojmë që të harrojmë gjakun e mbi 2000 dëshmorëve dhe mira tjerë qytetarë për linë adhim. Aktualizimi u arresa ndërkombëtar nga ana autoriteteve serbe kundër ish pjesëtarëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës, e sidomos kundër generalit Haradinaj për çështjet e gjykuara më parë nga gjykata ndërkombëtare, është e keq përdorur me shekuj flagrante e të drejtësisë ndërkombëtare. Edhe këtë e dinë mirë të gjithë autoritetet ndërkombëtare. Ne në emër të veteranëve, invalidëve dhe familjeve të dëshmorëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe në emër të qytetarëve të Republikës së Kosovës, kërkojmë më një herë lirimin e generalit Ramush Haradinaj, si dhe kërkojmë që institucionet e Kosovës urgjentisht të ndërmarrin hapat e duhur dhe gjyqësor për lirimin e tij, duke kërkuar nga të gjithë shtetet perëndimore që të zhvlerësojnë një herë e mirë listën e Interpolit serb që ka lëshuar për arrestimin e ish pjesëtarëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Një ditë do t'i vijë fundi këtyre. Faleminderit. Të nderuar protestues, vëllezër dhe motra, të gjithë ne kemi dalë sot në këtë marsh pastor me moton Ramushi është Kosova. Të shprehim publikisht mbështetjen tonë të përhershëm për heroin tonë të luftës, komandantin Ramush Haradinaj, dhe njëkohësisht të shprehim revolten dhe indinjatën tonë të thellë kundër ndalimit dhe arrestimit politik
të pa drejt që nga 4 janari nga autoritetet franceze për të kërkuar lirimin e menjëhershëm e të pa kusht të tij. Të nderuar protestues, jo vetëm ne këtu, por të gjithë shqiptarët kudo që janë në shtetet shqiptare, por edhe në diasporë, janë ngritur në këmbë në protestë paqësore para misionet diplomatike franceze në marrë botën kundër ndalimit dhe arrestimit politik e të padrejtë komandantit Ramush Haradinaj nga autoritetet franceze në përgjegjësi të Serbisë së Nikoliçit, Daçiqit dhe Vučićit, e të bashkëpunëtorëve të ngushtë të Miloševićit, që nuk janë distancuar fare nga kaluar kriminale. Është tepër indignuese kur arrestimi i komandantit ton Ramush Haradinaj bëhet në një shtet të Evropës perëndimore, që i njeh shumë mirë rrethonat e luftës dhe të pasluftës në Kosovë, në një shtet që në kuadër të aleancës së NATO-s e kishim aleat për ndërprerjen e gjenocidit serb dhe shlerimin e Kosovës nga okupimi serb, që nga kenjor dhe të partë pavarësinë e Kosovës, por që çuditërisht i zbaton urarresët e lëshuara nga kryekasapi i Ballkanit Milošević, që vdiq i padënuar në tribunalin e Hagës, dhe të lëshuara nga krijesa artificiale siç ishte Unioni Serbi-Malizi në vitin 2004, e që po bëhen gati 10 vjet që kjo krijesë nuk ekziston më pas pavarësimit të Malit të Zi e Kosovës. Për një të njëjtat akuza të ngritura nga Serbia ish komandanti i zonës operative të Tugaxhinit në bashkëpunëtor është gjykuar në 2 nivele gjyqësore, në tribunalin ndërkombëtar të Hagës mars 2005, nëntor 2012, themeluese të cilës është edhe Franca, dhe për të gjitha pikat e këtë akuzës, me të cilat ngarkohet edhe në këtë udhëvest të lëshuar nga jashtëquajtja e Union Serbi-Malizi në 2004, të reaktualizuar nga Serbia, është liruar i pafajshëm nga kjo gjykatë ndërkombëtare, ku ishte dorëzuar vullnetarisht si kryeministri i Kosovës. Kërkesa e Serbisë për ekstradimin e komandantit Ramush Haradinaj në Serbi është provokim i rëndë dhe lojë e rrezikshme me zjarrin që mund të ndezë sërish rajonin. Është kulmi i shantazheve, i padrejtësive që po i bën Kosovës në emër të frymës së bashkëpunimit dhe të dialogut Kosovë-Serbi me ndërcimin e bashkimin ndërkombëtar. Arrestimi i Ramushit, pas që është i padrejtë e cënon rënd edhe të drejtën ndërkombëtare. Serbia që nga përfundimi i luftës në Kosovë, në qershor të vitit 1999, e veçanërisht që nga viti 2008, kur Kosova është shpallur shtet i pavarur i njohur ndërkombëtarisht nga 113 shtete të botës, nuk ka jurisdiksion mbi Republikën e Kosovës as mbi qytetarët e saj. Ua përkujtojmë të gjithëve se adresa e krimeve, e spastrimeve etnike, e gjenocidit është në Serbi, edhe në krye të presidencës, të kryeministrisë, në ministri, kuvend, ushtri, e në policie e gjyqësi, e tjerë, të cilët i shkaktuan 4 lufta të përgjashme në dekadën e fundit të shekullit 20, dhe në një asnjë rast nuk kanë hequr dorë nga e mentalitet serbëmall, as me keq, as nuk janë penduar e as nuk janë dëshkuar. Ua përkujtojmë se me akuzat të rrejshme dhe me proceset e fabrikuara nuk vjen drejtësia, as nuk lirohet Serbia nga bara përgjegjësisë së krimeve kundër njerëzimit dhe gjenocidit që ka kryer kundër popullatës civile shqiptare, por edhe të tjerëve gjatë luftës në Kosovë dhe në vende të tjera në Jugosllavi. Ua përkujtojmë se ushtria shkrimtare e Kosovës në zonën operative të Tugaxhinit, por edhe në mbar Kosovën, i ka respektuar të gjitha normat dhe konventat ndërkombëtare të luftës. E themi me përgjegjësi morale e penale se nuk ka asnjë luftë më të pasur në botë se lufta për liri e ushtrisë shkrimtare të Kosovës. Ndaj u themi
si një arsyes dhe gjykimit të drejtë e të shëndosh, dhe hiqni dorë nga akuzat e fabrikuara shtetërore të Serbisë, sepse ajo nuk ka hequr dorë ende së zbatuari politika gjenocidiale të Miloševićit. Hiqni dorë nga amnistimi i gjelotëve dhe premtjekja viktimave. Përndryshe, autoriteteve franceze dhe të tjerëve qytetërisht vazhdojnë të zbatojnë urdhëresat e kryekasapit të Ballkanit Milošević, kundër shqiptarëve u themi se me zbatimin e tyre do duhet të arrestonin edhe ish kryetarin francez Jacques Chirac, do duhet të arrestonin edhe ish presidentin e Shtetit të Bashkuara të Amerikës Bill Clinton, ish sekretarin amerikan të Shtetit Madeleine Albright, ish kancelarin gjerman Schröder, ish kryeministrin britanik Tony Blair, ish sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Javier Solana, ish komandantin e NATO-s Wesley Clark, e shumë lider të tjerë të lartë botror, të cilët, sigurisht ushtria shqiptare e Kosovës, Serbia kriminale i ka dënuar mekanizme vjerburgim për krime lufte në shtator të vitit 2000 në Beograd. Ndaj u themi në lutje e sinqeritet, hiqni dorë nga përndjekja pa drejtë e alatëve tuaj të djeshëm dhe të sotëm, dhe mos i zbatoni urdhat e pa drejtë e pa ligjshme të Serbisë kriminale, sepse me këtë po i kontriboni padrejtësisë ndërkombëtare dhe destabilizimit të ri në rajon. Ne sot këtu, nga Kosova prisit tonë nga Mushradinaj, me ardhe kësaj proteste, i kërkojmë bashkësinë ndërkombëtare, qendrat të vendosjes, Shtetet të Bashkuara të Amerikës, Francës e të gjitha shtetet demokratike, që duan dhe zbatojnë drejtësinë, si shembull më të mirë për të rregulluar problemet, që ta përdoren autoritetin e tyre për lirimin e pakusht të herojt ton komandantit Ramush Haradinaj dhe që ta ndalin fushatën raciste kundër ish luftëtarëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Kërkojmë nga autoritetet e drejtësisë vendore dhe ndërkombëtare që të ngrisin akuza dhe procedura kundër atyre që vërtet kanë kryer krime lufte, kanë ushtruar terror, gjenocid e spastrim etnik në Kosovë dhe nuk janë nxjerrë para drejtësisë e as nuk kanë kërkuar falje. Kërkojmë që më njëherë të ndërpriten bisedimet Kosovë-Serbi, që kanë sjellë një varg vendimesh në dëm të Kosovës. Kërkojmë shfuqizimin e menjëhershëm të gjitha arresteve të Serbisë, të Miloševićit dhe pastuesve të tij kundër ish pjesëtarëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Ramushi është personifikimi i lirisë sonë. Komandanti Ramush Haradinaj është personifikimi i vuajtjeve dhe sakrificave tona. Komandanti Ramush Haradinaj është personifikimi i luftës sonë për mbijetesë. Ramush Haradinaj është Kosova, dhe nuk mund të mbahet i pranga. Faleminderit. Më lejoni të ftoj për një fjalë rasti kryetarin e nismës zotrin Fatme Limaj. Të nderuar qytetarët e Republikës Kosovës, të nderuar bashkëtarë. Para se me marrë fjallën, isha dokumentuar po të ishte Ramushi në kësën astobimi që ka do të thëndë, si të t'ja fillonte. Në rast e tjile mi bindë që Ramushi do të thëndë e do të qënte mesazhi ma kuptim plot për gjithë tjerë, bëllë ma e kemi tepruar dhe ma nuk mund të unim me Kosovën. Është e abetshme se si dy nxënësit, ekzekutuesit e politikës e Miloševićit, Vučići e Dačići, po luajnë me lirinë, me drejtsinë dhe me botën. Ata të cilët udhëheqin masakrat nga Kroacia, Bosna dhe Kosovë, sot nxjerrin këtë arreste politike për njerëzit të cilët kanë përgjegjur drejtësisë, dhe asaj drejtësisë më të lartë ndërkombëtare. Dhe kjo jo vetëm që ofyse, ofenduese për ne si Kosovë, si bashkëtarë,
Unë besoj që është thysje për cilën vend demokratik, të cilët përdorën dhe bën instrument politik të politikave shoviniste të pasazheve të Miloševićit. Prandaj edhe është revolta jonë kjo që sot ja në kënd kudo që jetojnë shqiptarët. Prandaj edhe ne themi po mos e keni tepruar. Mos luni me Kosovën dhe kaluarën e saj të shajt. Mos harroni. Me prek Ramush Haradinaj është me prek themelet e shtetit Kosovës. Ramushi! Dhe ne kemi përgjigjur çdo herë kur ka kërkuar përgjigje drejtësia. Në çdo kohë, pavarësisht ka qenë kërkesë drejt apo pa drejt, pavarësisht proceseve me motive të montuara politike. Po kjo nuk do të thotë që ne jemi të gatshëm me ul kokën para gjelatit. Ne se kemi ullur kokën asnjëherë para Serbisë dhe nuk do ta ulim asnjëherë. Për asnjë. Niset njerëzit luftuan, angazhohen dhe punojnë për shtetin e tyre sepse shteti përballet për disa shtyllave për cilët njerëzit janë gatshëm të japin çdo gjë dhe jetën. Dhe një nga shtyllat që karakterizon një shtet është shteti i rrin afër qytetarit e vet kur i bëhet pa drejt, qoftë brenda e qoftë jashtë. Prandaj, kërkesa e jonë është me fuqishin duhet biseduar me gjuhën e tij, ai që nuk e kupton. Ne edhe herë kërkojmë nga institucionet e Kosovës pezullimin e menjëhershëm të bisedimeve me Serbinë. Dhe paraqitjen e kushteve konkrete se si mund bisedohet me ta. Ne nuk mund të jemi çdo ditë çdo javë të fyhemi të vendoset shteti jonë nga pasardhësit e Miloševićit. Ramushi do të kthehet, s'ka si dilemë, shumë shpejt. Po pyetja që është duhet të jetë në gjithë kokat tona, e që është e prekupimi për të që me Ramushit është ku është Kosova, që do të bëhet me Kosovën. E çdo ditë ky vend po fyhet, po njërohet. Ç'a ne do të bëjmë? Ne sot përgjigje më të mirë se pyetje mund t'ja dhëmë gjithë bashku, edhe Ramushit, edhe të tjerëve se edhe Kosovës për vjet ditë are. Po vje koha e Ramush Haradinaj. O Ramush, pikuje shqiptarin maseke! O Ramush, pikuje shqiptarin maseke! Ju faleminderit Kosovar, sot jem lem për generalin Ramush Haradinin, janë qarkom kretë Kosova për generalin për me në lirua, para e për Amerikë, Gjermanes, Italies, Turqit, Shqipnis, sa më shpejt me lirua generalin Ramush Haradinin, që Ramush Haradinin i ka duke pasa, o shkum, në karakter, sa më shpejt me nërshka Ramush Haradinin, morë duke në vetë, e të e veta se ka morë në ljusë pas, të faleminderit dhe nga. Tani, rodën e kanë në kryetari i parë i Aleancës, zotri Ardian Gjini. Qytetar të Republikës Kosovës, bashkëluftar të Ramush Haradinajt. Këtu sot po shohim Kosovën. Gjithë ju jeni Kosova. Gjithë ju jeni liria.
Gjithë ju jeni Ramush Haradinaj. Kosovë, në pyti para pak kohë dikush, qysh është emocionalisht Ramushi, a është mërzit. Edhe I thash kështu. Qysh mërzitet, generali ma I madh I luftës, po për një ma, jo për ma hi. Nuk mërzitet qysh po mendoni ju. Ashtu është emocionalisht, si generali ma I madh. A mërzitet një lider I madh, a mërzitet edhe qysh është emocionalisht, qysh ka qenë gjithë. A mërzitet ashtu një patriot, ndërmat në vaj, jo, nuk mërzitet, është qysh o konë gjithë. E a dini qysh o konë gjithë Ramushi, qysh jeni ton ju, në konë, krynalt, patriot, trim, po, edhe I mërzitur për një punë, I mërzitur me padrejtësi që shini ton ju që ka jeni këtu, edhe krejt populli I Kosovës, që këqyrë televizion, ton janë të mërzitur me padrejtësi, janë të mërzitur me qeverisjet keqe. Njëjtë është Ramushi si kur se cili për jush, Ramushi është se cili për jush, në ton djenja. është I mërzitur me klientelizëm, me nepotizëm, me korupcion, me qeverisje pa pik vizionit. Qytetarë Kosovës, edhe shtete shumë vjetra, shumë forta, janë gjënzu për këtune punëve që I bojnë qeverit. Ju jeni sot këtu me tregu që ju jeni në kom, edhe Ramushi është në kom, edhe ton jemi në kom, nuk ka mu gjënzu Kosova kur, nuk ka mu poshtnu Kosova kur. Ton ju, këtë populli I Kosovës, ka kalu shumë ditë dhemshme, ka kalu shumë ditë me pezme, me dhunë, ka kalu shumë ditë me vujtje. Ton kem kalu ditë tila, po nuk kem me leju mobë, se në po shumë, o po bëllë, është të pru mu poshtnu Kosova, është të pru mu poshtnu qytetari Kosovës, edhe krejt ju që ka jeni këtu. Ramush Haradinaj e ton na nuk duhet me leju mu poshtnu matutjet, edhe nuk kemi me leju mu poshtnu matutjet. Jëm disa qmenun në Beograd, që po dojnë me majt poplin e vetë, fmit e vetë, qytetarët e vetë, ma shumë se 30 vjetë në nënësit luftës, në nënësit dhunës. Po dojnë me majt kretë Balkanin në nënësit luftës, në nënësit dhunës. Evropa nuk duhet me leju, ne nuk duhet me leju, që 18 vjetë mas lufte. Këta njerës Evropë, që kanë dhonë urdhna edhe I kanë vra fmit e vetë për me në akuzu neve, nuk mujnë me majt kretë Balkanin në psikozë të luftës edhe në nënësit luftës. Nuk mujnë edhe nuk duhet me leju. Këta janë në Serbi të njëjtit njerës, me të njëjtën mendësi. Këta njerës që kanë shërby, që ka thonë Ramushi ju kanë bajt qonta, edhe ju kanë najt gaditur, Miloševićit dhe Sheshelit. Të njëjtit po mojnë poplin e vetë, po nuk kanë me mojt poplin shqiptar, po shnu. Le ta mojnë poplin e vetë, po shnu. Ramush Haradinaj është Kosova. Ramush Haradinaj është Kosova se me naljen e Ramush Haradinaj po dojnë minarë Kosovën. Po shihni këtë turë, shihni vetën, shihni njëri tjetërin, shihni edhe Ramushin, ka me qenë shpejt në Kosovë. Nuk mujnë minarë Kosovën, nuk mujnë minarë Ramushin, nuk mujnë minarë ton neve, krejt që ka jeni këtu edhe krejt që ka në këqyrin. Ramush Haradinaj është Kosova, duhet mu këthy sa ma shpejt në Kosovë. Ju faleminderes tonëve që jeni sot këtu. Na jemi më të mirë, na nuk jem kriminela janë ata që I vrojnë fëmijët e vetë për me akuzu tjerë. Rënof Ramush Haradinaj, rënof Kosova, rënof Liria, rënofshin shqiptar. Të dashur qytetarë,
Me kaq merr fund protesta e sotme në mbështetje të Ramush Haradinajt. Ne nuk do të ndalemi derisa njeriu i Kosovës të kthehet në vendin e tij. Ne do të jemi me Ramushin edhe në front, edhe në Kosovë. Do ta mbështesim me dinjitet e me qytetari, ashtu siç e meriton Ramush Haradinaj. Mirupafshim. Não,